E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë ngjarjet edhe lajmet më të fundit. Edhe pse në fakt Big Brother ka përfunduar, por siç duket lufta që u hap brenda shtëpisë mes Rogertit edhe Selin nuk ka përfunduar akoma. Rogerti ka bërë deklarata shumë të forta pas këngës që nxori për Selinën. Tani arsyetimi i Rogertit për këngën ishte që nuk e ka nxjerr për Selinën. Ajo quhet Selin, ndërsa Rogerti ka thënë Jalla ja Selina, Jalla ja Khalifa. Do të thënë Selina mund të jetë edhe një vajzë tjetër. Tani ne të gjithë e pam se si erdhi kjo këngë. Do të thënë kjo këngë u këndua në momentin kur ndodhi debati më i fortë mes Rogertit dhe Selin, ku Rogerti akuzonte Selinën që ka qenë në Dubai për punë të tjera dhe nuk ka qenë në Dubai për formën siç Selina po e tregonte. Por së fundmi Rogerti ka ngritur dhe një tjetër deklaratë të fortë që do të çojë në gjykat këtë rast. Rogert Sterkaj, finalisti Big Brother VIP Albania, në një intervistë për emisionin Flet nga Ilnisa Agolli, gjë që në fakt e kemi parë që Rogerti dhe Ilnisa kanë krijuar një shoqëri jashtëzakonisht të lumtur, ka folur për jetën, eksperiencën e tij në Big Brother VIP dhe pritshmëritë e tij pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit. Do të thënë Rogerti foli edhe se si është ndeshur me komentet e shumta që kanë qenë komente shumë agresive në fakt kundër drejt tij, por edhe njerëzit të cilët i kanë dhëruar dashuri. I pyetur nga Ilnisa për deklaratën që Selin ka bërë për të hedhur Rogertin në gjyq për përdorimin e emrit të saj në këngën e fundit të Rogerti që e nxori, do të thënë për Selin, ai është përgjigjur duke i thënë me ironizi në këtë drejtim, shihemi në gjykat. Rogerti tani thot kështu: po më duket e ka emrin Selin Bollati, jo Selina. Do të thënë, kjo nuk kupton që nuk është kënga adresuar kundërdrejt Selinës. Dhe Selina, kur ta googlojnë, do të thënë kur ta kërkojnë në Google, do të thënë dritë, light në arabi, do të thënë Selin është dritë, thot Rogerti. Pra, kur të çohen ato që unë e kam bërë për Selinën, unë i them atyre pa çifat dhe shihemi në gjykat. Shihemi në gjykat moj motor, i thot Rogerti, sepse me këto epitete triste. Ti shihesh me qejf në gjykat apo jo? Në gjykat, duke qeshur dhe duke kërcyer këngën e ka thënë Rogerti. Tani që të jemi edhe pastër, edhe gjyqtarin kam për ta bërë për të kërcyer me mua, u shpreh Rogerti. Do të thënë Rogerti akoma mban inate me Selinën dhe akoma mban mëri me Selinën. Nga ana e Selinës, me sa unë shoh, do të thënë Selina nuk është se ka komentuar këngën, puna e gjykatës erdhi nga një deklaratë e cila u pyet nga emisioni Goca dhe Gra, ku Selina e dha këtë përgjigjen. Për mendimin tim, nuk ma merr mendja që Selina do ta çonte këtë luftën me Rogertin deri në gjykat.